Ngjarje e rëndë në Londër vritet 22 vjeçari Lori Kabazi, nipi i këngëtares Ganimete Abazi. Dy vajza qelluan me thik. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Londrën, komunitetin shqiptar atje, pasi 22 vjeçari nga Kosova, Lori Kabazi, ka humbur jetën pas një sulmi me thik. I riu shqiptar ishte nipi këngëtares i njohur shqiptare Ganimete Abazi, i njohur me emrin artistik Ganja. Sipas BBC-s, ngjarja ndodhi të dielën në zonën e Croydon. Lori Kabazi u qellua me thik gjatë një përleshje dhe si pasojë plagëve të marra ka ndruar jetë. Rrethonat e sakta të ngjarjes nuk janë bërë ende të ditura, ndërsa hetimet janë në vazhdim. Policia britanike arrestoi dy vajza, një 25 vjeçare dhe një djalë 28 vjeçar, si të dyshuar për vrasjen. Njëra prej vajzave u lirua më pas me kusht. Sipas BBC-s, dy të rinjtë e tjerë, 21 vjeç, u gjetën me plagë të shkaktuara nga mjete prerse dhe u arrestuan në ndyshimin për përfshirje në përleshje. Njëri prej tyre ka lëndime dhe që mund të jenë kërcënuese për jetën dhe ndodhet në spital, ndërsa tjetri është marrë në paraburgim pasi është liruar nga spitali. Autoritetet kanë bërë thirrje qytetarëve që kushdo që ka informacion, pamje apo filmime të mund të ndihmojë hetimin t'i paraqes ato pranë policisë. Lajmi i ndarjes nga jeta të 22 vjeçarit ka sjellë reagime të shumta nga familjarë dhe të afërm. Në një postim në rrjetet sociale, familja e Lorikut shkruan: Loriku ishte një i ri, i kujdesshëm, i zgjuar dhe me një sens të mirë humori, me gjithë të ardhmen përpara. Ne prindrit e tij, vllai e dashura, gjyshrit dhe familja, gjerësi dhe miqt e donim shumë. Një dritë të shuar në jetët tona dhe jemi të shkatëruar për te fjalëve nga humbja. Ju lutemi me mirësi të respektoni privatësinë tonë në këtë kohë të vështirë. Edhe këngëtarja Ganimete Abazi reagoi përmes një mesazhi prekës në Instagram, ku shprehu dhimbjen për humbjen e nipit të saj. Ah, bre, sa e vështirë me të thënë lam të mirë, Loriku ynë. Jeta shpeshherë është e padrejtë dhe godet aty ku dhemb më së shumti. Pushon në paqe nipi jem, shpirti jem. Ne do të jetojmë me dhimbje për ty, me kujtimet dhe dashurinë që na dhe. Hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë vazhdojnë, ndërsa familja dhe të afërmit e Lori Kabazit po përballen me një humbje të parakohshme dhe të dhimbshme.